vetëm pak hapa i ndojnë nga njëra tjetra. Kisha katolike, ajo ortodokse si dhe xhamia qëndrojnë pra njëra tjetrës në zemër të Prizrenit. Këto objekte nuk janë vetëm monumente të besimit, por dëshmi se komunitetet të ndryshme kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë pra njëri tjetrit. Unë mund të them se Prizreni në vetvete është një shembull pa diskutim, sepse këtu historikisht kanë qenë shumë kultura, gërzëtimi i kulturave, kryqëzimi i kulturave, mes do të thotë, sidomos Prizreni ka qenë historik, dihet në përshekuj, ka dominu krishterimi dhe katolicizmi këtë anë, me vonë me gjatë periudhës osmane kanë ardhur, domethënë është krijuar feja besimit tjetër në islamizëm, mandej siç e dim përpara ardhes Perëndërisë osmane ka qenë gjithashtu edhe mbretënia serbe, kështu që këtu kanë bashkëjetuar deri dhe më sot. E bën të veçantë sepse këtu, siç thash, jetojnë edhe shqiptarët, kapitullimit fetare, po themi katolik, edhe shqiptarët besimit islam, ka edhe ortodoks serb, ka ashtu edhe të bosnjak, si t'i quajmë këta, të tjerët, ka edhe rom, edhe kështu me radhë. Nëse ka tolerancë, atëherë ka ky vend. Qyteti i Prizrenit është një shembull i veçantë i harmonisë ndërfetare e ndikimin më të madh sipas Xhan Zefit e ka afërsia objekteve fetare që sjellin edhe një frymë respekti të ndërsjellët. Pikpamjet në vijën ajrore, sigurisht se mes kishës katolike katedralës Tozojës Dimtare, edhe kishës ortodokse dhe xhamisë së Nënpastës, flitet për 50 metra. Tash kemi edhe komunitetin, domethënë të hebrejve këtu, qendrën kulturore, gjithë në anën tjetër vizavi katedrales dhe sigurisht se kjo ka ndikuar shumë. Kjo i ka dhënë, si të them ashtu, një imazh tjetër Prizrenit, sepse sidomos perëndimi, por edhe nga lindja, pa shkputur vinë në këtë kishë. Prandaj edhe me mboloja vinë dhe kanë dhënë një shembull të mirë sepse vishën mirë, e di se ka ardhur në një tempull sakral. Kjo afri po bën gjithnjë edhe më shumë të shkrinat mentalitet se gjithçka e kulturës është e jonja, e qytetarëve të Kosovës. Të njëjtën frymë e përshkruan edhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, Balan Efendi Ibrahimi. Ai thotë se komunitetet të ndryshme jo vetëm që jetojnë pranë njëri tjetrit, por bashkëpunojnë vazhdimisht për të ruajtur harmoninë që karakterizon qytetin. Gjithmonë kemi takime të ndryshme me të cilat ne jemi të kënaqur, por edhe këto takime që i bëjmë për t'i shtuar edhe më tepër vlerë marrëdhënieve tona, kultura të ndryshme të cilat janë këtu, por gjithashtu këtë rol e vlerësojnë edhe të tjerë të cilët vinë dhe vizitojnë qytetin e Prizrenit. Qyteti i Prizrenit, pra e dini, njihet sikurse qytet me vlera të lashta kulturore dhe gjithashtu edhe të traditave, zakoneve të cilat neve i kemi. Dhe janë komunitetet të cilat janë të ndryshme edhe në bindjet fetare, por të cilat respektojnë njëri tjetrin dhe kemi një harmoni shumë të ndërthurur, të mirëfillt në këtë aspekt, kur kemi ndonjë gjë e cila do të ishte në dobi të qytetit, të shoqërisë, të bashkëjetesës së përbashkët, ne mundohemi që ta trajtojmë me seriozitetin më të madh. Për të, fakti që objektet fetare ndodhen pranë njëra tjetrës është dëshmi e një harmonie që është kultivuar ndër breza, por edhe që e bartën edhe të brezat e ardhshëm. Pra, për vetë faktin që kisha, xhamia dhe komunitetet të tjera të cilët kanë pra bindjet e tyre, të cilët lutën për tempujt e tyre, tregon faktin që edhe në të kaluarën ka pasur një harmoni shumë të gjerë pra fetare. Edhe ne mundohemi që këtë ta mbajmë, ta kultivojmë edhe gjithashtu ta trasojmë tek brezat e ardhshëm të cilët vinë mbrapa. Por fryma e bashkëjetesës në Prizren nuk kufizohet vetëm te objektet fetare. Ajo ndihet në çdo rrugicë të qytetit të vjetër, aty ku historia, kultura dhe traditat e komuniteteve të ndryshme janë ndërthurur prej shekujsh. Sipas Ciceroni Gjeni Krasniqi, pikërisht kjo pasuri është ajo që bën Prizrenin të veçantë në sytë e vizitorëve. Prizreni është një vend multietnik, shumë kulturor, që brenda saj jetojnë komunitete të ndryshme, për shembull turqët, bosnjakët, një përqindje e vogël të serbëve, e po ashtu përqindja e madhe e shqiptarëve. Me vite me radhë na kemi pas edhe bashkëpunim, po edhe harmoni midis komuniteteve që ka reflektuar edhe në anën e turistëve që vinë këtu, të cilët mahnitën ose ju lënë një përshtypje shumë të madhe. Kjo rrugë që lidh kisha dhe xhamin kalon edhe pranë dyqaneve të zejtarëve. Këtu besime, gjuhë dhe tradita të ndryshme takohen çdo ditë,
jo vetëm në sheshet e qytetit, por edhe në punishtet ku zanatet ruhen brez pas brezi. Një rol të rëndësishëm në këtë mozaik kulturor ka edhe shoqata Agrave Orkide, e cila mbledh gratë të komuniteteve të ndryshme për të ruajtur artizanatin dhe traditat karakteristike të Prizrenit. Hitap eden bir derneğiz. Prizrenli kadınlardan oluşan bir derneğiz. Evet, kadınlara yönelik çeşitli alanlarda kurslar, eğitimler düzenliyoruz. Aynı zamanda burada kursları tamamlayan, mesela boncuk işi kursunu tamamlayan kadınlarımız bir atölyede girip rahatça çalışabiliyor. Biz burada işte Türk, Arnavut, Boşnak hepimiz bir arada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan Prizren'de böyle bir derneğin de olmasından memnun. Çünkü kendilerine eğitim alma fırsatları bulabiliyorlar burada. Aynı zamanda arkadaşlıklar da kuruyorlar. Deri me tani, kjo shoqat ka organizuar kurse në shumë fusha, si punime artizanale për shtëpi, piktur, punime në dru, punime me shajak, dizajn bijoterish, punime relievi dhe kurse për punimin e qëndizmave tradicionale të Prizrenit. Për Marica Tatarin, e cila është me përjardhjen nga Kroacia dhe privitësh jeton në Prizren, kjo shoqat nuk është vetëm një vend ku mësohen punime të dorës, por edhe ku bisedojnë për hallet me njëra tjetrën. Bunda çok memnun. Bunda yalnız ve çalışma değil. Bunda arkadaşlar birbirine ve dertleşme, dolaşma, gezme, ya bir kahvaltı, ya bir akşamlık. Normal ilkidir çalışma, el işi. Var, Dolya ve Sevi de söyledi, çok öyle kurslarım var idi. Ben seve bunda oturayım. El işi de çok severim. Bunda çok memnun. Bir tabi kadınlar birbirine çok yakın. Birbirine değil yalnız bunda buluşursak. Dışarıda da çarşıda buluşacaksak, muhabbet yapacaksak çok güzel bunda. Edhe trajnerja artizanale Venera Rata thotë se në këtë shoqat dallimet nuk kanë qenë kurrë pengesë. Nuk e besoj që ka kur farë problem, me thënë na jena të mësurit e ta bjerë, ne jetojmë këj bashkë për Prizren, kështu që asi dallime atë nuk bëjmë. Në shoqat ne njive me emna, ju me përkatësi cilit komunitetit takojnë. Me përfundimin e këtyre kurseve të kësaj shoqate, por edhe të shoqatave të tjera që veprojnë në Prizren, gratë krijojnë përvojë dhe janë të gatshme të hapin edhe biznesin e tyre. E njëra ndër këto gra është edhe Gülsen Halabak, e cila me përfundimin e kurseve tashmë së bashku me një grua të komunitetit shqiptar, ka hapur dyqanin e saj me veshje tradicionale. Me këtë, Halabak përcjell se në qytetin e Prizrenit bashkëpunimi është i mundur edhe në hapat më të mëdhenj. Ideja në basi njoftimit Momit që ka qenë pjesëmarrja në një kurs që është bajtur nga organizata ecma ndryshe edhe cila është bajtur nga ortakja jonë se bëhet tek Kabashi. Duke marrë parasysh që Prizreni është një vend shumë multietnik, ne kemi pas dëshirë që të përgjigjemi në secilës komunitet pa asnjë sfidë. Edhe Zexhane Celina është një grua nga komuniteti shqiptar që ka hapur një biznes të saj. Për të, zanati nuk është vetëm një profesion, por është edhe një mënyrë për të krijuar miqësi dhe për të afruar komunitetet. Kemi bashkëpunu shumë, edhe bashkëpunojmë ende. Kur mbajshim kurse multi, shumë etnik, sepse si që dihet në Prizren kemi edhe shqiptar, edhe turk, edhe boshnjak, edhe rom, egjiptian, tash edhe ato janë bo disa. Ashtu që për neve nuk është kur gjo e pa njohur, apo e njohur tash, se na gjithmonë kena jetu me një midis me shumë nacionalitete. Na kemi dit edhe dimende me respektu një person të një fest tjetër, apo mënat me qenë fe tjetër, po nacionalitet tjetër. Edhe për mu, edhe për shoqnin që janë afër të komuniteteve tjerë, na kalojmë shumë mirë.
Ajo thot se bashkëtesa nuk reflektohet vetëm në marrëdhëniet mes njerëzve, por edhe në njohjen e shumë gjuhëve, sepse sipas saj, ajo që i bën bashkë Prizrenasit është ajo që mund të flasin gjuhën e njëri tjetrit. Por bashkëtesa në Prizren nuk ruhet vetëm përmes traditës, por edhe përmes institucioneve që punojnë për ta mbështetur atë. Një prej tyre është Oda e Zejtarëve dhe ndërmarrësve të Prizrenit, e cila prej vitesh bashkon zejtarë nga komunitete të ndryshme dhe u krijon mundësi për zhvillim profesional. Por për te mbështetjes së biznesit, sipas kryetarit Afrim Tejeci, vlera më e madhe e Odës është ajo që pasqyron vetë karakterin shumë etnik të Prizrenit. Nga vetë fakti që qyteti Prizrenit është qytet multietnik, prandaj edhe Oda e ndërmarrësve zejtare e Prizrenit është formuar dhe është regjistruar në ministrinë përkatëse si odë multietnike, ku në kryesi kena çdo komunitetit kena. Dhe kena një numër të konstituar shumë të veprimtarive që ushtojnë veprimtari zejtare, artizanale. Kryesisht në këtë fushë kanë edhe shumë gra që kena. Për shembull, në departamentin e gruas kena mbi 120 anëtare gra, ku 18 deri 20 i kena nga komuniteti rom, 11 i kena nga komuniteti tjera, për shembull bosnjake, mbi 20 i kena nga komuniteti turk. Domethënë një të hapur, mësi edhe ligjin është parapar dhe regjistrimi i Odës është multietnike, prandaj ne pa dallime është një dëshirojmë që të ruajmë këtë multietnicitet të komunitetit në qytetin e Prizrenit, masi qyteti Prizrenit tregon në historinë e vete që është qytet i tolerancës, bashkëtesës dhe pa kurrë probleme në aktivitetet tona i vazhdojmë në komunitetin e përgjithshëm. Për Tejecin, zejtaria ka shërbyer edhe si ur bashkëpunimi edhe mes të rinjeve të cilët janë përfshirë në projekte dhe janë ndihmuar të zhvillojnë bizneset e tyre. Është një fat i mirë që rinia sot është shumë i përkushtuar në zanate. Dhe pothuajse kjo na bën tepër të motivohemi dhe të punojmë edhe më shumë për këtë rini tonë të shkëlqyeshme, për shkak se vetë fakti që në shkolla profesionale tash është interesimi më i madh për të marrë zanat. Ne kena formuar edhe departamentin e rinisë, ku partneritet me shkolla, me marrimin e shkollave, ata janë pjesë e Odës të ndërmarrësve zejtare dhe kena siguruar 4-5 seminare, po ashtu edhe 4 grupe i kena dërguar jashtë shtetit për të parë si punohet në ato ndërmarrje jashtë shtetit në Koplenc kryesisht kena dërguar dhe 2 grupe në Tiranë kena dërguar, por më pas si zhvillohet në ato kompani. Të njëjtin vlerësim mendon edhe sekretari i Odës së Zejtarëve të Kosovës Afrim Rada. Sipas tij, zejtaria nuk ka qenë vetëm bërim jetese, por edhe një prej shtyllave që ka mbajtur gjallë bashkëtesën në Prizren. Bashkëpunimi me komunitetet e ndryshme është aq i ngurthur në veten e tyre, saqë një dallim i tillë as nuk shprehet. Kjo është një traditë që ka vazhduar edhe me vite dhe vite, domethënë prej shumë më herët, për arsye se veprimtaritë e ndryshme kanë qenë edhe si themi karakteristike ndonjë komuniteti të caktuar. Edhe ajo është bashkëjetesa në qytetin e Prizrenit ka bërë edhe atë krijimin e afërsisë edhe të zejtarëve ndërmjet veti që në përgjithësi janë aq kompakt si të themi mundemi me shpreh edhe më mirë të themi që komuniteti zejtar pa marrë parasysh përkatësive nacionale janë si një familje në veten e tyre. Afërsia e kishave dhe xhamive në qendrën historike të qytetit, si dhe bashkëpunimi mes institucioneve, shoqatave dhe zejtareve, e kanë bërë Prizrenin një simbol të dialogu, tolerancës dhe respektit ndërmjet komuniteteve në Kosovë.